Sultani Mehmet Fatihu mblodhi këshilltarët e tij, komandantët e lartë dhe dietarët që ishin në mesin e ushtrisë dhe kërkoi prej të pranishmeve që t'i shprehin mendimet e tyre hapur dhe pa hezitim. Disa prej të pranishmeve sugjeruan që të tërhiqet ushtria. Prej tyre ishte veziri Halil Pasha, i cili propozoi tërhiqjet e ushtrisë për të mos derdhur gjak dhe paralajmëroi hidhërimin e Evropës së krishtere nëse e marrin muslimanët qytetin. Mirpo, ai u akuzua për marrëveshje me bizantinët dhe përpjekje që të heqi dorë nga marrja e qytetit, por disa personalitete u ngritën duke përkrahur sultanin që të vazhdoj sulmin ndaj qytetit derisa të çlirohet dhe të mos merret parasysh Evropa. Ata sugjeruan po ashtu që të entuziazmoheshin ushtarët për çlirimin dhe se kthimi prapa do të kishte pasoja, prej tyre thyerja e ndjenjave të tyre luftarake. Në mesin e tyre ishte dhe admirali Zognush Pasha. As se si, nuk pajtohem me atë që tha Halil Pasha. Ne nuk kemi ardhur këtu përveç se për të luftuar dhe jo të kthehemi. Kjo gjë shkaktoi gjurmë të thella në fytyrat e të pranishmeve dhe për pak çaste mbretëroi një qetësi. Pastaj, vazhdoi fjalët e tij duke thënë: "Me atë që tha Halil Pasha dëshiron ta zbeh entuziazmin dhe përkushtimin tuaj, mirëpo përpjekjet e tij rezultuan me dështim dhe humbje. Me të vërtetë, ushtria e Aleksandrit të Maqedonisë, e cila u nis nga Greqia dhe përparoi drejt Indis dhe nënshtroi gjysmën e Azisë së Madhe, nuk ishte më e madhe se ushtria jon. Nëse ajo ushtri pati mundësi t'i pushtoj gjithë ato toka të gjera, a nuk kanë mundësi trupat tanë t'i kalojnë muret e këtij qyteti?" Halil Pasha na tha këtu se shtetet perëndimore do të marshojnë drejt nesh dhe do të hakmerren, mirëpo cilat janë ato shtete? A janë ato shtetet latine, të cilat janë të armiqësuara ndërmjet tyre, apo mos vallë shtetet e Medheut, të cilat nuk kanë forcë përveç vjedhjes dhe piraterisë? Në qoftë se ato shtete do të donin të ndihmonin Bizantinit, do ta bënin atë, do të dërgonin ushtri dhe anije. Por nëse krishterët pas marrjes të Konstantinopojës do të na luftoj, a do të qëndrojmë ne të palëvizshëm, a nuk kemi ushtri që lufton dhe mbrojmë veten tonë? O sultan, më pyete për mendimin tim, kështu që do t'i them disa fjalë. Duhet që zemrat tona të jenë si shkëmbi, duhet ta vazhdojmë luftën pa u vërejtur tek ne plogështi dhe molisje. Kemi filluar një çështje, andaj duhet ta përfundojmë. Duhet t'i shtojmë sulmet në mënyrë që të hapim vrimat tek armiku, t'i shkatërrojmë ata me guxim. Nuk di ndonjë zgjidhje tjetër pos kësaj dhe nuk kam mundësi të them diçka tjetër pos kësaj. Entuziazmi u shfaq tek të pranishmit, sultani u gëzua dhe e përgëzoi me lutjet e dy dietarëve për fitore. Pastaj nuk mundi të përmbahet dhe tha: "Cili nga paraardhësit e mi ka pasur një ushtri sikurse ti men sot?" Pas kësaj ngjarje ra edhe Konstantinopoja. Por kush ishte Zagonosh Pasha, njeriu që u bë shkak të binte perandoria e Bizantit? Ai ishte një pasha shqiptar në perandorinë osmane që luajti rol të rëndësishëm në periudhën e Sultan Mehmet Pushtuesit, Fatihut, dhe në luftën e Konstantinopojës. Zaganos Pasha u largua gjatë sundimit të Sultan Muratit nga posti, por u thirr dhe u caktua si vezir i lartë, kryeministër, më 1453-1456 nga Sultan Mehmet Fatihut, kur ai trashëgoi thronin nga vdekja e të atit. Zaganos Pasha ishte mësuesi i arteve ushtarake të Sultan Mehmet Fatihut, që kur ai ishte një fëmijë. Ai u martua me motrën e Sultanit Mehmetit, Sultanesh Fatmen, dhe u bë kunati e tij. Zognushi u martua dhe me princeshën Anën gjatë pushtimit të Trabzonit. Jeta e tij, Zaganos, ishte rekrutuar përmes sistemit të devshirme dhe u rrit në radhët e jeniqerëve. Ai u bë një nga komandantët e shquar ushtarake të Mehmetit II dhe një lala, këshilltar i sultanit. Ai më vonë shërbeu si guvernator i Thesalisë të Maqedonisë. Zaganos në fillim ishte i krishter, por më vonë u konvertua në mysliman. Nikol, J.F. Haldon dhe Sir Turnbull beson se ai ishte me origjinë shqiptare. M. Filipides beson se ai ishte me origjinë greke ose shqiptare. Martesat e tij, Zognush Pasha u martua 3 herë. Me Siti Nefise Hatun, bija e Timurtashoglu Oruç Pashës, guvernatorit të përgjithshëm të Anadolith nën Muratit II, me Sultanesh Fatma Hatun, 1444, e bija e Sultan Muratit II dhe motra e Mehmet Fatihut. Zaganos ishte një burr i gjatë dhe i zgjuar. Ai është quajtur kapiteni më i mirë osman i kohës së tij dhe armiku i bizantinëve. Ai ishte një besnik dhe nuk e njihte tradhëtin, madje edhe kur Mehmet Fatihu ishte vetëm një princ dhe jo sultan, Zaganos e dinte se perspektivat vareshin në suksesin e tij.
Zaganos ishte një ushtarak I cili besonte se perandoria osmane gjithmonë duhet të zgjerohet në mënyrë për të mbajtur armiqt jashtë vetes. Ai ishte I njohur për bindjet e tij luftarake dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në vitin 1453 gjatë rënies të Konstantinopojës, por dhe mëtej. Modestia e tij. Pavarësisht nga statusi I tij, por duke qenë afër Sultan Mehmet Fatihut, për të tregohet një histori e bukur. Zognushi ishte tip modest dhe punonte së bashku me punëtorët gjatë ndërtimit të xhamisë, e cila sot është quajtur xhamia Zagnos Pashës, e ndodhur në Balikesir. Kur Sultan Mehmeti e vizitoi Balikesirin, Zaganos Pasha personalisht ishte duke punuar në ndërtimin e xhamisë, duke mbajtur një gur në shpinën e tij, nëpërmjet një mjeti. Sultan Mehmeti vizitoi zonën e ndërtimit dhe I tha: "Mund t'ja lehtësoje vetes Zaganos." Zaganos Pasha, pa e kthyer kokën dhe pa parë se kush I foli, Ju përgjigj: "Të falenderoj Mehmet." Mehmeti e pyeti: "Si më njohe mua pa me parë fytyrën?" Zaganos Pasha u përgjigj: "Nuk ka njeri në këtë vend që më quan mua me emër Zaganos, këtu të gjithë më quan Pasha. Vetëm ju mund me therrisnit me emrin tim, kështu që nga kjo unë ju njoha juve." Rrethimi I Konstantinopojës 1453. Sultan Mehmet Fatihu ngriti çadrën e tij me ngjyrë të kuqe dhe ngjyrë ari afër Mesoteqion, ku ishin vendosur armët dhe regjimentet elite të jeniçerëve. Trupat e tjerë, nën komandën e Zaganos, ishin të vendosur në veri të Bririt të Artë. Komunikimi është ruajtur nga një rrugë që ishte ndërtuar mbi majën kenetore të Hornit. Pas ofensivave të papërfunduara frontale, që osmanët kërkonin për të thyer përmes murit të Kalas, ato ndërtonin tunele të nëndjeshme, në një përpjekje për të vendosur fuqi baruti poshtë mureve. Megjithatë, bizantinët kishin punësuar një inxhinier me emrin Johannes, I cili vepronte kundër fuqive të barutit të hapura nga tunelet, duke lejuar trupat bizantine për të hyrë në tunel dhe të vrisnin ushtarët osman. Bizantinët zbuluan tunelin e parë në natën e 16 majit. Përpjekjet e mëvonshme nga tunelet u ndërpren më 21, 23 dhe 25 maj për shkak të shkatërimit të tyre me zjarr nga ana e bizantinëve dhe luftimimeve të fuqishme. Më 23 maj, bizantinët kapen dhe torturuan 2 oficer osman, të cilët treguan vendodhjen e të gjitha tunelet osmane, të cilat u shkatruan më pas. Më 21 maj, Sultan Mehmet Fatihu dërgoi një ambasador në Konstantinopoj dhe ofroi atyre heqjen e rrethimit nëse ata I dorëzonin qytetin. Konstantini kishte pranuar që të paguajnë haraç të lartë të sultanit dhe të njohë statusin e të gjitha kështjellat e pushtuara dhe tokave në duart e tyre si zotëri me osman, por jo të dorëzoi qytetin. Rreth kësaj kohe, Sultan Mehmeti kishte një mbledhje të fundit me zyrtarët e tij të lartë. Këtu, ai hasi një rezistencë nga një veziri I tij të vjetër, Halil Pasha, e këshilloi atë që të braktisin rrethimin. Halil Pasha u kundërshtua nga Zaganosi. Duke qenë I akuzuar për tradhëti dhe korrupsion, Halil Pasha u vra më vonë. Sultan Mehmet Fatihu kishte planifikuar të rrenojë muret me forcë, duke pritur se mbrojtja e dobësuar e Bizantit nga rrethimi I gjatë.